Dashamir Shehi, i ftuar në News 24, u shpreh dje se zgjedhja sërish e Berishës në krye të PD do ta çonte vendin në izolim. Ai tha se kreu në KD nuk e takon asnjë nga partnerët ndërkombëtar për shkak të statusit nën grata nga SBA. Shehi shtoi se ne jemi vend i vogël dhe kemi nevojë për aleat të mëdhenj. Ti e izolon Shqipërinë, si do na ndihmosh kundër një armiku që ja jep Sazanin dhëndrit të Trump që ka bler lobingun ndërkombëtar? Ty s'të pranojnë ndej, për çfarë bëjmë luftë ne? Që ja jep Durrësin ca matrapazëve arab sipas darkave që ka ngrënë Rama nëpër botë. Pse duhet ta bëjmë? Politika ka edhe etikë e moral, pavarësisht se thonë se politika s'ka moral. Nëse i thua ti hajdut e i korruptuar dikujt, duhet të jesh vet i pastër. Ka ardhur dita që në opozitën shqiptare, të rinj që janë brenda PD apo të tjerë që janë jashtë saj, që kanë treguar se kishin peshë elektorale, të marrin përgjegjësitë e veta dhe të mos lodhen për një karrige politike dhe t'i dalin për zot halleve që ka Shqipëria, than Shehi.